Kujdes, mos blini më bimë. E 10 bimët që mund t'i shtoni vetë në shtëpi. A i dini që shumë nga bimët që kemi në shtëpi mund t'i shumojmë vetë, pa bler bimë të reja? Sot do t'ju tregoj 10 bimë që mund t'i shumoni nga ato që keni tashmë në shtëpi. Disa prej tyre janë jashtëzakonisht e lehta për të shumuar. Lulja me rimang. Lulja me rimang është ndoshta një nga bimët më të lehta për të shumuar. Ajo nxjerr kërcejnë të gjatë në fund të të cilëve formohen bimza të vogla. Kur këto bimza kanë filluar të zhvillohen, mund t'i ndajmë me kujdes nga bima mëm. Mund t'i vendosim fillimisht në ujë që të zhvillojnë rrënjë ose t'i mbjellim direkt në tokë. Kështu një lule me rimang mund të krijojmë shumë bimë të reja. Trecëkantja, ose ne i themi varësja me ngjyrë lela. Kjo bimë më ka habitur edhe mua sepse e kam plot dhe vetëm tani mësova emrin e saj trecëkantja. Është një nga bimët më të thjeshta për të shumuar. Presim një pjesë të shëndetshme të kërcelit dhe sigurohemi që të ketë një ny. Pastaj e vendosim në ujë dhe presim të dalin rrënjë. Kur rrënjët janë zhvilluar mirë, e mbjellim në tokë. Pra nga një degëz e vogël mund të kemi një bimë të re. Syngonium. Syngoniumi është gjithashtu shumë i përshtatshëm për shumim. Gjëja më e rëndësishme është të marrim një pjesë të kërcelit që ka një ny, sepse aty do të zhvillohen rrënjët. E vendosim në ujë dhe e lëm në një vend me dritë por pa diell të fortë direkt. Kur të krijojë rrënjë të mira, mund ta kalojmë në tokë. Kështu mund të krijojmë një bimë të re pa bler asgjë. Dracena. Edhe dracena mund të shumohet në shtëpi. Për këtë përdorim pjesë të shëndetshme të kërcelit. Mund t'i vendosim për rrënjëzim në ujë ose në një substrat të përshtatshëm. Duhet vetëm pak dorim sepse dracena nuk është aq e shpejtë sa trecëkantja apo lulja me rimang. Kur të zhvillohen rrënjë të mjaftueshme dhe të shohim rritje të re, kemi një bimë të re. Pra, mos e hidhni një pjesë të shëndetshme të dracenës pa u menduar më parë. Sansevieria ose dracena trifasciata. Sansevieria është një bimë shumë rezistence dhe mund të shumëzohet në disa mënyra. Më e thjeshta është kur bima ka nxjerrë filiza të rinj pranë bazës, i ndajmë me kujdes nga bima mëm dhe i mbjellim në një vazë tjetër. Kjo është një mënyrë shumë e mirë sepse filizi i ri ka tashmë sistemin e vet fillestar të rrënjëve. Kështu një sansevieria mund të japë shumë bimë të reja me kalimin e kohës. Gjithashtu, kjo mund të shumohet edhe me copa gjethesh. Thjesht i futim në vazo dhe ato na japin bimë të reja. Begonja. Begonja është një tjetër bimë shumë interesante për shumim. Në varësi të llojit të begonjës, mund të përdorim copa të kërcelit ose pjesë të tjera të shëndetshme të bimës. Unë zakonisht marr majat e njoma nga bima, të cilat nxjerrin rrënjë shumë shpejt. Kur të filloj të zhvilloj rrënjë dhe rritje të re, kemi një bimë të re. Pra, edhe një degës e vogël mund të bëhet fillimi i një bime të re. Mund ta lini në ujë ose mund ta futni direkt në vaza. Në ujë rrënjëzohet më shpejt. Fikusi. Fikusi mund të shumohet me copa të përshtatshme të degëve. Zakonisht duhen zgjedhur majat. Këtu duhet pak më shumë dorim sepse rrënjëzimi mund të marrë kohë. Zgjedhim një pjesë të shëndetshme të bimës dhe e përgatisim për rrënjëzim. Mund ta vendosim në ujë ose në një substrat të përshtatshëm. Por kur fillon të zhvillojë rrënjë dhe gjethe të reja, kënaqësia është shumë e madhe. Pra, edhe nga një fikus që kemi në shtëpi, mund të krijojmë shumë bimë të tjera. Nuk ka nevojë ta vendosni në ujë, mund ta vendosni direkt në substrat. Barbarosa ose pelargonium. Barbarosa, emri botanik i së cilës është pelargonium, është shumë e njohur për shumimin me copa.
Marrin një degës të shëndetshme dhe e përgatisim për rrënjëzim. Gjithmonë duhet keni parasysh që kur të doni të shtoni bimë të reja, nuk do të merrni kërcelin e trash. Pra pjesa më e njome bimës është më e përshtatshme për të rrënjëzuar. Mund ta vendosim në ujë ose direkt në një substrat të përshtatshëm dhe presim derisa të zhvillojë rrënjë. Është një mënyrë shumë praktike për të shtuar barbarozat që kemi në shtëpi ose në oborr. Pra para se të blini një tjetër, mendoni më mirë për ta shtuar nga bima juaj. Lulja e lekut ose krasula ovata. Lulja e lekut është një nga bimët që mund të shumohet fare lehtë me copa. Marrim një pjesë të shëndetshme të bimës dhe e lëmë të përgatitet për rrënjëzim. Pastaj e vendosim në një substrat të përshtatshëm dhe presim që të zhvillojë rrënjë. Kjo bimë nuk ka nevojë për shumë ujë, ndaj duhet të kemi kujdes të mos u hitim tepër. Me pak durim nga një copë e vogël mund të krijojmë një bimë të re. Dhe e fundit lule fasule, Epipremum aureum. Dhe në fund kemi Epipremum që shumë njerëz e njohin si lule fasule ose potos. Kjo është një nga bimët më të lehta për të shumuar. Presim një pjesë të kërcelit ku ndodhet një ny dhe vendosim në ujë. Pas pak kohë fillojnë të shfaqen rrënjët. Kujdes, kur të prisni kërcelin do të keni parasysh patjetër që të ketë ny sepse aty dalin rrënjët që është vazhdimi i rrënjës ajrore të kësaj bime. Pastaj e kalojmë në vazo dhe ja ku kemi një bimë të re të krijuar nga një copë e vogël e bimës që kishim. Një këshill e thjesht nga unë. Para sa të shkoni të blini një bimë të re, shikoni mirë ato që keni në shtëpi. Shumë prej tyre mund t'ju japin bimë të reja vetëm me pak kujdes dhe durim. Cilat nga këto bimë keni në shtëpinë tuaj? Më shkruani në komente dhe më tregoni cilën keni shumuar vetë. Mos harroni të shtypni butonin zile për të mos humbur videot e radhës. Faleminderit që ishit me mua në kanalin Baçja Magjike.